Telefonat janë rregull? Gati? Gati. Jam sot këtu përballë jush për t'u dhënë një informacion. Jam një prind, i shqetësuar më tepër, sepse në qytetin ku unë kam lindur, jam rritur edhe ku jetoj, po ndodh një fenomen i çuditshëm. Nëse dikush do porosisi një armë, edhe dikush do porosisi një picë, mendoj se më përpara do t'i vej arma se sa pica. Në filmin Zoti i luftës, Jurior Lovi, interpretuar mjeshtërisht nga Nicolas Cage, mes shumë shprehje shikonike thot: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Por ky film i bazuar në historinë e vërtetë të një trafikanti armësh ka 20 vite që është realizuar, sepse aktualisht vlerësohet që në të gjithë globin të ketë rreth 1 miliard armë të lehta, pra 1 për çdo 8 persona. Shumica e tyre në duart e civilëve. Po Shqipëria, në rastin e fundit të vrasjes së një gjyqtari në sallën e gjyqit u rikthye edhe një herë në vëmendje qarkullimi i armëve në duart e njerëzve, kryesisht të grupeve kriminale. Kuptohet që një pjesë e madhe janë në qarkullim që pas hapjes së depove të armatimit në vitin 1997. Por ky fakt nuk i ka ndryshuar as pak objektivat e trafikantëve për të sjellë armë të reja, automatike dhe pistoletat e një gjenerate më të re se sa Kalashnikov i Poliçanit apo TT-ja e famshme kineze, e përdorur në më shumë se 2 dekada, si nga policia, ashtu edhe nga krimi i organizuar. Kjo tendencë për të ecur me hapin e kohës ka shkuar paralel mes të mirës dhe të keqes. Ndërsa policia e shtetit është pajisur me pistoleta të tipit Glock apo Beretta, edhe në duart e grupeve kriminale apo individëve të inkriminuar ka një shtim të armëve të markave dhe modeleve të ndryshme. Madje edhe nga ato që nuk mund ta imagjinosh se mund t'i gjesh aq lehtë në qarkullim. Si për shembull kjo pistolet Walter, një vintazh e cila përdorej nga oficerët e ushtrisë gjermane në luftën e dytë botërore. Po çfarë do kjo armë në duart tona? Këtë do ua tregojmë pas pak. Jam babaj 3 fëmijëve, kam 3 djem, të 3 i kam në mosha të ndryshme. Është mosha ku lulëzon rinia, ku fluturon më saktë. Dhe nuk dua që të fluturojnë me armë, duke bler armë, duke marrë jetën e dikujt tjetër. Por dua që të shkollohen edhe të jenë të denjtë për këtë jetë që po jetojnë. Kjo është ajo e cila më shpirti që të vi tek ju. Ajo që po dëgjojmë në anonimat nga ky zotëri është një nga denoncimet më të forta që janë bërë në një emision televiziv dhe ka të bëjë me një sipërmarrës tepër të suksesshëm në trafikun e armëve të zjarrit në mes të qytetit të Fierit. Një biznesmen më të quajnë. Ka një biznes të vogël që bën edhe shet pica. Nuk e di se nga është në origjinë, por e di që është Fierat. Ai quhet Melesin Ramaj, i cili veç picave tregton edhe armë. Ja tregton adoleshentëve, fëmijëve tanë. Nuk dua që në nesër djali im apo djemtë e mi të blejnë një armë të marrin jetën e dikujt, apo djali tjetrit të blejnë një armë atje të marrin jetën e djalit tim. Prandaj edhe unë erdha këtu. Zëri këtij zotërie është i ndryshuar për të mbrojtur identitetin e tij, por dridhjet ja kemi ndjerë që ditën e parë që e takuam. Një zë i mekur i një prindi që nga njëra anë ka frikë, por nga ana tjetër është i vendosur të denoncojë palishmërinë në një qytet ku, siç e tha dhe ai vet, më lehtë të gjen një armë se sa një picë. Me çfarë kam dëgjuar, nëse mund të thuash ku mund ta gjej një armë, shumë njerëz do të adresojnë tek ai. Në gjuhën e marketingut kjo është word of mouth. Pra Milasini është bërë aq i famshëm dhe popullor saqë të gjitha rrugët të çojnë tek piceria e tij e famshme në mes të Fierit. Në këtë vend shumë njerëz shikojnë shumë gjëra dhe nuk flasin, sepse i ndruhen një të keqe. Kanë frikë se mos e keqja i vjen deri të shtëpisë. Shumë e din, sepse unë kam komunikuar me djalin që kam 23 vjeç. Një ditë pas një debati që djali im kishte, edhe më tha, o ban, qofse unë do të kisha debatet më të mëdha, do kisha vajtur te piceria, do kisha bler një armë atje dhe do të kisha zgjidhur vetë, nuk të thoja fare ty. Dhe kjo më shqetësoi më tepër. Dhe aq më keq që edhe 2 djemt të tjerë ishin prezent aty. U shokova. Në fakt, çdo prind i përgjegjshëm do të shokohej nëse do të dëgjonte ato fjalë nga fëmia i tij. Aq më tepër kur flitet për fakt konkret. Sa vite mund të ketë kjo gjë? Ka disa kohë, disa vite më saktë që punon me biznesin e armëve. A njihni ndonjë person tjetër, është punëtor të tij? Nuk e di nëse dikush mund ta kaloj lumin i vetëm, por unë s'njoh njeri. Ke informacione të detajuara se çfarë armë shet? Pistoleta mund të ketë, mbase ka edhe top, edhe kallash, por pistoletat janë diçka që janë edhe armë të vogla që mbahen në brez edhe bëhet zarari më i shpeshtë. Për zotrin, për aq sa e njoh dhe sa flitet, është një adoleshent i vonuar, mund ta quaj. Nuk di se kush është e mira dhe kush është e keqja. Ai është një besimtar musliman, por jo në Zot.
Zoti ti për mendimin tim është vetëm paraja. Një besimtar që beson në Zot nuk mund të përzihet me krimin. Veshja nuk të bën prift, thot italiani. Po ashtu edhe mjekra nuk të bën musliman. Aq më tepër hoxh. Edhe unë dikur në moshë të re time kam bërë krime, kam bërë zullume, por nuk u shtyta më mbas. Unë sot jam 53 vjeç, kam 3 fëmijë. Djalin e madh është kam 23, kam tjetrin 20 edhe tjetrin 17. Nuk do më vinte mirë nëse djali im bënte zullume. Unë që jam djegur, nuk dua që të digjet edhe fëmija im. Jo fëmija im vetëm, por edhe fëmijët e tjerëve. Ky është apeli i një babai i cili, nga sa tregon, nuk ka qenë kurrë një ëngjëll, por që sot ka marrë guximin të denoncojë një nga krimet më të mëdha që i bëhet njerëzimit, shitja e armëve të zjarrit. Por si mund të arrijmë ne te ky person? Nuk është se kam në një marrëdhënie me ta, por kemi dikë të gatshëm, një mikun tim nga Veriu që ka bërë burg me një ish motoristin e tij në shtetin Belg. Po a pranon ky miku të bashkëpunoj? Po, e kemi të gatshëm. Ma lër mua këtë po. Këtu kuptojmë që mundësia për t'ju afruar trafikantit ekziston, aq më tepër kur shohim motivimin e personit me të cilin po flasim. Në këtë pikë duhet të sqarojmë diçka. Nuk mund ta dimë se nga vjen ky zemrim. Mund të jetë e vërtet ajo që na tha deri tani, por mund të jetë edhe akmarrje personale. Gjë që realisht në këtë moment nuk është në interesin tonë. Sepse e rëndësishme për ne është që të infiltruarin mik me denoncuesin e kemi të gatshëm për të na ndihmuar. Shoku im nga Veriu ka folur me këtë ish motoristin e këtij që ka punuar te Celja. Ka edhe një hau ka zgjidhur dhe mendoj se ai mund të jetë ka rremi dur për të kapur peshkun, sepse ka marrë një lek borxh, i krijohet ideja se do fitoj në një lek, do ta bëj prezantimin. E sigurt. Gjërat duken mjaft të organizuara, prandaj vendosim të mos humbim kohë, duke kontaktuar më parë me agjentët e policisë së Fierit, të cilët vijnë në dispozicion të këtij operacioni mjaft delikat. Plani që do të na afrojë me trafikantin është blerja e një pistolete, gjë për të cilën e ka paralajmëruar edhe motoristi me të cilin kemi marrë kontakt. Prandaj dy të infiltruarit tan paraqiten pranë picerisë së Milasinit në orët e pasdites së 11 tetorit, aty ku po i pret bashkëpunëtori i tij, i cili pa dashje është bërë edhe bashkëpunëtori ynë, por këtu na nisin problemet, sepse pavarësisht se na kishte lënë një orar fiks takimi, ai është larguar me makinë duke na lënë të presim përpara biznesit që vetë administron. Prej disa orësh ndodhemi të kamufluar shumë pranë qendrës së qytetit Fierit, jemi edhe pranë vendit ku do të bëhet shkëmbimi armë para. Në punët e im kanë ardhur këta mobilierët e shtëpive, një gjysore pra e. Trafikanti i armëve premton se do të vijë nga minutë në minutë, por nuk po duket. Ndërkohë pranë rreth e rrotull kemi edhe agjentët civil të policisë së qytetit Fierit, të cilët do të bëjnë ndërhyrjen në kohën e dur. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë dhe me sukses. Por pritja jon shkon përtej të gjitha parashikimeve. Ndërmjetësi dhe dy personat e infiltruar bëjnë gjatë gjithë kohës ecejake në rrugët e qytetit, ndërsa 38 vjeçari është zhdukur pa lënë gjurmë. Janë në momente kur të gjithë nisim të dyshojmë që gjërat nuk do të shkojnë në mirë dhe ai mund të jetë informuar për planin ton, por ndërsa në qytet ka rënë mbrëmja dhe ndërmjetësi ka bërë më shumë se 10 telefonata e mesazhe, më në fund një automjet Mercedes-Benz ngjyrë zezë afrohet dhe nga aty zbret personi që po prisnin prej orësh. Kjo shprehje do të kishte kuptim nëse do të flisnin për picerin, por në fakt ne jemi aty për armët. Dhe kur vjen puna tek këto, Zoti është mirë të lihet më njan. Ajo e ndritshmja, unë haqe ka marrë për zotin. Kishe lek ti, mora ta. Haqe mbante çmimin ai, e ka marrë pa fishek, me fishek. Këtu Milasini përpiqet të na krijojë idenë se ai nuk është një person që merret me trafik armësh, por thjesht e ka pranuar atë në formë clearingu, por Xhliu nuk ka patur para dhe në vend të tyre ai ka pranuar një armë. Gjë që një njeri normal i cili beson në ligj dhe në fe nuk e bën. Kush mendon se pazar për çmimet bëhet vetëm te tregu çam, gabohet. Edhe në aktivitete ilegale negociohet. Madje me shuma të konsiderueshme. Një krau, që do të pagon unë për atë dhe pagon. Pago ka 50 cop, 2.5 llogaritë të tregimit. Habia e të infiltruarit tonë është e kuptueshme, pasi përveç çmimit tepër të lartë të një pistolete, jo aq të kuotuar nga krimi organizuar, që nuk e konsideron një armë me prezencë, 38 vjeçari na ka ofruar fishek me 250 lek të reja copa. Këtu kuptojmë se Milasini nuk është thjesht trafikant.
është dhe pak tregtar. Të ulte pistoleta e të ngrete fishekët. Mua edhe këtë që ta kuptot më ka ngelur, nga fëmëri sa më djerë, që do hekre? Ka marrë 3 sopë shumë, një e shita. Mund të ngjaj bindse kjo historia e 2-3 pistoletave që i kanë mbetur në dorë, por këtu ka një problem, sepse informacionet tona janë të sigurta që ky individ posedon një numër të madh armësh për shitje. Dëgjoj, po të më pyet, me gjë mas të madha kemi edhe ndaj kallash. Po mund gjeme, po nuk gjeme tani bambam. Po, e kallash. Sa i ki? Varë që do njëzë, janë edhe ata janë... Kinez, ose Piliqani. Piliqani shqiptarë, sa? A janë të përdorura në nënkupton? A është kryer ndonjë krim me këto armë? Ti që e ka marrë unë, pa përdorura e di që janë. Mund ta shikuj me kovertirës. Po e shikojmë, për veta marrë unë e ka bje. Ja, këtu priti. Edhe pse jemi në mes të firit, as 100 metër larg nga bashkia, ai nuk mendoi dyherë, por niset për të na e sjellë armën aty. Sjellna edhe karikaturën e vetë, si thënë, një kuti komplet. Po thaj ki pezëfort. Kam, një kuti komplet. Pas sjellon Putin edhe Voltjan i kilën. Ndërkohë, tani që u shtuan fishekët, tentohet për një tjetër pazar. Sa për në le gjithë apo? Le me gjithë kutin, aq, 3.5. 3.3 edhe. Më mirë 3.3 ta le. Në gjave të shpejt se dhe qa më në shpejt. Është vone edhe kështu jena po rizikojnë. Të udhëtosh në mesnat nga Fieri drejt Tiranës me një pistolet në makinë është një mision i vështirë për këdo. Mjafton një post blok policie për të hyrë në probleme serioze. 3.3 me gjithë një pakotu. Me sa duket ai ka premtuar diçka ish punonjësit të tij si falënderim për gjetjen e blerësit, mirë po me uljen që bëri nuk duket shumë i lumtur. Rregullohesh ti me ta. Pazari u mbyll dhe trafikanti bashkë me ish punonjësin e tij nisen për të marrë armën. Pritja kësaj here zgjat jo më shumë se 10 minuta, gjë që na jepi den se baza është aty pranë. Pasi 4 burrat në makinë janë sistemuar në një rrugicë pas pallateve të qendrës, trafikanti nxjerr një qese të mbështjellë mirë, brenda së cilës është pistoleta. Po doja, Kujdes se ke makinë që të në kratë. Se të? Që dhe? To jam atë fora në kotoria. Pa di, Logo e pas ke thonë në grasë. Shkoj nga tjetë makina, ti kësë këtë një qesë. Pasi plaçka është kontrolluar, na mbetet vetëm të bëhet këmbimi. Shkoj të marrë blertë. Ja, ik të marrë. Për të bërë pagesën, duhet të kthehemi në qendër, pranë prefekturës së qytetit, me pretekstin se lekët i kemi në makinën e parkuar aty pranë, gjë që e shqetëson Milasinin. Tu ku jemi ne jemi që keqe. Ja, lekët e jepim na qesën e marrë është më. Jo, shefat e krimeve këtu mblidhen pikë kafe. Në fakt, po, agentët e policisë janë vërtet aty. Jo në kafe, por aty rrotull. Dhe si një sy i stërvitur ai e nuhat se diçka nuk po shkon. Kush është ai pullati që bësh? Së dëgjohet. Nuk të shkoj mirë sot, e? A të shkoj mirë? Herë tjera si të ka shku? S'kam punuar. Herë tjera si të ka shku? Dakord, të bësh pyetje në këto kushte nuk është më e mira e mundshme. Por çfarë mund të bënim tjetër përballë padurimit të policisë për të na e marrë të intervistuarin nga duart? Aq më tepër kur kishim ditë të tëra që po punonim për ta kapur. Nese, e kuptojmë që kjo ishte për sigurinë tonë. Sot do shisje burrave, ditë tjetër? Në i të riu adoleshenti? Jo, asnjëherë. I sigurt? Asnjëherë. Sa kohë ke që e bën këtë punë? Nuk punoj ti. Sa kohë ke që e bën këtë punë trafikimin e armëve? Nuk punoj punë ti. Pasi trafikanti është prangosur, shoqërohet menjëherë drejt komisariatit të policisë së Fierit, aty ku do të merret në pyetje nga agentët lidhur me të gjithë aktivitetin e tij të paligjshëm, të cilin kemi dokumentuar. Në këto momente, jashtë komisariatit policisë Fierit do të bëhet një kontroll i makinës ku dyshohet se është dhe armat. Jemi vetëm 5 minuta pas arrestimit të personit të dyshuar. Ndërsa jemi në pritje përpara komisariatit, njoftohemi se baza është gjetur, ndaj na duhet të lëvizim së bashku me efektivët e policisë.
Gjithçka ishte fshehur në një shtëpi të pabanuar në lagjen Kastriot, e cila shërbente si bazë kriminale ku mbajej arsenal armësh, pjesë të ndryshme dhe municion luftarak, me qëllim shitjen për kryerjen e krimeve kundër personit. Në total u sekuestruan 13 armë zjarri, 3 prej tyre të modifikuara për shënjestër optike dhe për silenciator, u gjetën 2 silenciator, 10 karikator dhe qindra fishek të kalibrave të ndryshëm.